dhe zhvillimit të Sirisë, Arabi Saudite. Mirë po akter për çështjen palestineze ku do ta lënë. Dhe kjo është e rëndësishme sepse izraelitët mund të thonë drejtën 550 antar të institucioneve të pej Mossadit, Shin Betit, IDF-it armatës. Allah ka qenë institucioni më hershëm, kanë kërkuar nga Trumpi që t'i dhonë fund luftës në Gaza. Mirë sepse pam një reagim të zotri Kovaqit. Kovaqi? Më thu në lidhje me këtë më falen njerë, me konfliktin, me Palestinën, mund të... Që të shate më gjatë, inderuar, një farë lloj pache, ne dim se që është lindja mesme, pache hibride, gjysmë pache, ka aq mjaftueshëm pache, sa për tërhequr ato fonda, ato interesa, ato tregtishe kemi parë. Lindja mesme nuk ka pasur ndonjëherë pache afatgjatë. Ka qenë si themi një tenxhere me presion. Njëherë i rritet presionin, njëherë ja ulin, si të duhet. Me fjalë faktorët e jashtëm gjithmonë nuk e kanë lënë pache. Është ku është sot. A kupton? Vetë fakti, ti thua një dhuratë, nuk është në traditën arabe, është e turpshme ajo, ti japësh Trumpit po thua se 1 miliard avion, falas dhuratë. A kupton? Ajo është një, si themi, një gjysmë servilizmi, nuk e kupton, është e tepruar. Dhurata janë modeste diçka, a kupton? Jo, ti japësh një avion presidencial falas. Jo, nuk fola, është diçka për te asaj që duhet bësh. Ato arabët, a kapin e gjithë bin El Hamami ose bin Selmani ose ky tjetri që shkon nesër në Emirat. Nuk po ngrihen në nivelin e duhur. E në të mësan Trumpit mjaft është mjaft. Do që të bësh ti Abraham Accords, që shumë thënë vjen arabët ta njohin Izraelin. Kemi paqe afatgjat po. Do njihet Palestina. Troq muhabeti. Mjaft hipokrizis. Standardit dyfishta. Asnjë nuk e kanë ngritë zërin aty. Bën historikën me njëri tjetrin, fituam ne secili po marrim tregti dhe ata mbyllin syt për një gjakderdhje është e turpshme çfarë ndodh në Palestinë. Ato arabë janë si ato, një gjuhë, një kom, një gjak. A kupton? Kështu që ato arabët do vazhdojnë kështu. Izraeli nuk do ketë paqe, asaj nuk do ketë, nuk ka një diçka pa gjatë. Nuk mund ta sforcosh një Abraham Accords në njerëz ose shtete ose kombe me dhunë. Atë që marrëveshje e ndërsi reciproke, dy palët ta duan. A kupton, ose ndryshe do vazhdojë një paqe të sforcuar. Shpërthej prapë se prapë. Ke drejt, qofse bën një ndërhyrje i nderuar, qofse bën një ndërhyrje ti plotësisht ke drejt. Unë nuk fola për çështjen, fola për simboliken. Nuk fola se është paketa F-35 që do thot varësia dhe sistemi mbrojtjes kundër ajrore të Arabisë Saudite nga sistemi Patriot. Është jetik për Arabinë Saudite. Por aktorët kanë ndryshuar. Edhe pse jetik kundër kujt më vëlla, kujt? Si më ndër kujt? Aktorët kanë ndryshuar në lindjen e mesme, tash kemi pos Izraelit. Faktor në aspektin ushtarak është Irani, Arabia Saudite dhe Turqia, një sforcim të madh. Do thot nuk e kemi mo këtë pjesë, po nuk e kemi mo këtë pjesë të viteve 80 ose 70. Ke ndryshime. Plus kemi ndryshime në një rand të ri botror, ku aktor do thot është futur edhe Kina. Do thot kjo është çështje që për jetike për vetë perëndimin është. A do të zgjedhet çështja palestineze, a do zgjidhet? Unë nuk kam fort më thon drejtën kështu shpresë, sepse në disa momente ki edhe një kundërthënie mes qeverisë izraelite dhe presidentit amerikan. Dhe do thot është problematike, sot do të arrijmë që të kemi një zgjedhje për dy shtete. Si do të arrihet kjo formulë, unë e di që ajo ka fuqinë ta bëj këtë. Mirë po nuk po flasim për çështjet të moralitetit ose aspektit së drejtës. Se drejta më ka marrë fund. Nuk kem sistem drejtës. De facto nësot në randin e ri ndërkombëtar. Paqja afatgjat kalon në për Palestinë, nëse duan me vërtet Palestinë, po të zionistët nuk e duan një paqe afatgjat atje. U intereson një janë 450 milion arab në linjën e mesme, 450 milion arab. Më të vërtet nëse Izraeli do në paqe afatgjat me arabët, ato duhet ta njohin Palestinën si shtet, edhe të ecin përpara
pastaj jo vetëm me marrënie të tilla ose tregti, po me gjithçka tjetër. Jo vetëm Izrael direkt me arabët, por edhe me Amerikën dhe me gjithçka tjetër. Ti e thani thonjë është mirë. Ti e thani thonjë është shumë mirë. Problematika është sionizmi, nuk është thot çështja e hebrejve, po sionizmi politik që do të thotë është me dy komi vendosur sot në shtetin izraelit. Ki drejt plotësisht. Kjo është një histori. Po sionizmi e ka kapluar Izraelin, ka varu hebrejt dhe ato po menaxhojnë jo vetëm Izraelin, po edhe faktor kyç na për ekonominë e politikën e botës. Ti jemi realist. A kupton? Kjo është e gjitha që ato për shembull kanë ardhur të ditur kur jemi që kemi një rajon shumë tendencioz nga ana diplomatisë, edhe Saudisë i është kërkuar që ta njohë Izraelin. A bon vetë pak në 10 sekundë me lejon. Vetë Theodor Herzl 1896 dhe çështja Izraelit